atë që donte, po tani më nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo nga Venezuela, pra thjesht do të jetë një sherif i ri në qytet, por ajo prodhimi do të vazhdojë, si thua, dhe mbasi do të bëhet edhe më i madh. Dhe duke pasur parasysh dhe diçka tjetër, që ka pasur një takim një ditë përpara se 7 orë përpara se Maduro të merrej të rëmbej apo të kapej nga forcat amerikane. Ai kishte një takim me të dërguarin special të presidentit Xi Jinping kinez dhe sipas atyre që thuhet u firmosën mbi 600 marrëveshje në këtë takim, që kjo është e paparë ndonjëherë, pra është bërë një tranzicion në këto marrëveshje. Mua më lë të besoj që, siç thash, Maduro është dorëzuar, tranzicioni është bërë, dhe tani pritet që populli i Venezuelës t'i ulet nerva, t'i ulet inati, t'i ulet mëria dhe të bëhet ky tranzicion i avashtë.